konstelacion të qeverisë do t'jetë edhe zoti Hajrullah Qeko, për arsye se ka bo një garë jashtëzakonisht të fortë në Prishtinë, edhe ai duhet me u vlerësu për atë punë, pa marrë parasysh edhe pse ka humbe tjere, garën e ka bo të fortë, ka dhonë maksimalisht, nuk e ka pas letë, po kur e dim që edhe fare nuk ka qenë, do më thonë, i këtij rrethi, po prej Prizreni, njerëz votojnë pa marrë parasysh në nivelin lokal për personit cili vjen për i rrethit njëjtë. Kështu që menoj që i ka disa gjana të cilat, sipas mendimit tim, qofsha e gabume, po siç po e lexoj situatën edhe ndrimet të cilat po ndodhin tek zoti Kurti, personalisht edhe me politikën e tij, ai ka vendosur me kap momentumin. Ai nuk dëshiron më atë politikën rebeluese, kundërshtuese, me pas me shty, me indru disa gjana, e dim tu fillu për i bashkimit kombëtar shumë sene që i ka premtue që nuk mundet me i realizu, se nuk bot, se jo pse nuk e ka ditë zoti Kurti, se është shumë i menqëm, shumë i këthjellët, për deri sa një lider i merë 51%, atëhere po shihet që është ma luftar, ma strateg se tjertë, po e shohim që ajo ka me qenë kryesisht strategjia ti,